A keni qenë ndonjëherë dëshmitar të fuqisë së thellë të një akti të thjeshtë mirësie? Kjo histori na kujton se bujaria e vërtet flet shumë pa asnjë fjalë të vetme. Një burr që mbante një shishe me ujë të freskët, pa një shpirt të lodhur në rrugë. Pa hezituar apo pa thënë asnjë fjalë, ia ofroi shishen. Burri i etur piu, me lot në sy, një dëshmi e heshtur e mirënjohjes së tij. Të nesërmen, një surprizë e priste dhuruesin, një shishe me ujë dhe një shënim. Në të shkruaj, zemrat e njohin njëra tjetrën më mirë se fjalët. Ky shkëmbim i bukur na mëson një mësim të thellë rreth dhënies. Le të na frymëzoj kjo të japim pa egoizëm, pa pritur falënderime ose njohje nga të tjerët. Mos harroni, shpërblimi më i madh vjen nga Allahu, i cili sheh çdo akt të sinqert. Përqafo frymën e dhënies sot. Ndani mirësi, besoni në bekimet e pakufishme të Allahut dhe shikoni zemrën tuaj të mbushet me paqe.